Sistemi i rrjetës së Bootstrap lejon deri në 12 shtylla në të gjithë faqen. Nëse nuk doni t'i përdorni të 12 shtylla individualisht, mund t'i gruponi shtyllat së bashku për të krijuar shtylla më të gjera. Sistemi i rrjetës së Bootstrap është i përgjegjshëm dhe shtyllat do të riorganizohen automatikisht në varësi të madhësisë së ekranit. Ky shembull tregon se si të krijohen 3 shtylla me gjerësi të barabartë duke filluar nga tabletët dhe duke u shkallëzuar në desktop të mëdhenj. Në telefonat celular ose ekranet që janë më pak se 768 piksela të gjera, shtyllat do të grumbullohen automatikisht. Ky shembull tregon se si të krijohen 2 shtylla me gjerësi të ndryshme duke filluar nga tabletët dhe duke u shkallëzuar në desktop të mëdhenj.